a thua që sot përgjegjësia e kësaj situate është e opozitës shqiptare. Po e dashur mike ime, opozita shqiptare ka përgjegjësitë e saj, pa diskutim. Pa diskutim. Jo pak herë ka qenë apo viktim e dhunës së pushtetit, apo interesave gjeopolitike, që vinë edhe nga faktorë të huaj. Por, sot përgjegjësia kryesore është e pushtetit dhe ka një emër të drejtë për drejtë. Kryeministri i Shqipërisë Edvin Kristaq Rama është kryeministri i shqiptarëve. Përgjegjësi kryesor dhe autori kryesor gjithçka ka ndodhur dhe po ndodh në Shqipëri, ajo është përgjegjësi kryesor. Belinda Balluku e lanshuar pafund në pushtet, ka menaxhuar fondet publike dhe shqiptarëve në mënyrë të frikshme. Ergys Agasi, pjesë e këtij mekanizmi, pjesë e këtij sistemi. Pra, ne duhet të godasim sistemin, këto janë një. Pastaj ka një edhe diçka tjetër. Në momentet që ka ardhur, pra, në momentet që këto ballavaçohen me drejtsinë, sepse do vinte ky moment do vinte. Nuk e ndalte as kërkush, sepse zullumi ka edhe një gjë shumë të thjeshtë. Zullumi i themi ne nga Shqipëria mesme që jam unë, gjithçka kputet kur hallohet, zullumi kputet kur trashet. Këto kanë vjedhur aq shumë, por ka edhe diçka tjetër. Kur vjen momenti pasaj për në ballavaçim me qytetarin, me ligjin, apo kur vendosësh me shpatullë për muri, janë disa dëme anësore i quajnë këto. E ajo hallka më e dobët, hallka më e lehtë. Ergysi, pra, tash media ka filluar të thotë një fjalë dhe i dhanë shumë zë dekadës zotit Haxhiaj. Ajo ofendon veten si avokat. Sepse të thuash një fjalë që është jashtë shtetit për të lidhur marrëveshje, por nga spaku njoftimet nuk kanë shkuar dje që doli zoti Haxhiaj. Pra, po ofendohen qytetarët. Dhe kjo është Kjo është e pafalshme. Pra, këtu ofendohen qytetarët. Ndaj unë themi fjalë që dhe zotëria, s'duam ne, është hallka më e prisht e atij sistemi, pavarësisht se ka patur një pushtet të jashtëzakonshëm. Është përdorur në mënyrë të frikshme, uroj mi fjalë në kuptimin e mirë fjalës, të ketë prova për të shpëtuar jo atë që ka bërë, por për të ruajtur balancën që ndëshkimit të jetë në baraspesh me atë çfarë ai ka realizuar. Sepse në të kundër do të kthehet në viktim, do të kthehet në viktim, në një viktim që ndoshta pse jo mund të rrezikohet dhe jeta. Pra nga një person me një peshë të jashtëzakonshme në pushtet, që tërhiqet fijet e pushtetit, ai sot apo nesër mund të jetë edhe i rrezikuar nga, sepse ky lloj mekanizmi, ky lloj sistemi, gjithçka do të jetë e quajmë në fjalë si them ty, janë dëme anësore për të shpëtuar shtyllën kryesore që mban sistemin. Qartë. Mirë, zoti Stafa, jemi në limitet e kohës, do doja shumë ta kishim zgjatur këtë bisedë, por do të kemi një moment të dytë. Do doja të ndalesh tek pyetja e fundit tek kreu i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, i cili në një dalje për mediat është pyetur për zotin Ervin Saliani dhe i tha se Saliani është vetë përjashtuar nga Partia Demokratike pasi kaloi vijën e kuqe. Ju vetë sot si e shihni të gjithë lëvizjen e zotit Saliani dhe nga ana tjetër të gjithë situatën brenda Partisë Demokratike dhe protesta që u organizua ditën e pardjeshme? Sali Berisha s'duam është faktori i rëndësishëm i Partisë Demokratike, është lider historik i Partisë Demokratike. Saliani është një djalë karizmatik, me ulje ngritjet e tij. Në politikën shqiptare, aventura është pjesë e politikës shqiptare. Unë njoh për shumë miq që kam miqtë mi me fjalë që janë parafarsisht në karakteristikat njëjta me mua, të cilët mund vonim në aftësi intelektuale, qytetare, apo kontribute jemi shumë lartë se sa Saliani, sepse ka diçka. Unë Saliani kam bërë një pyetje shumë të thjeshtë. Jam plotësisht dakord. Ore, çfarë kërkon? Partia Demokratike dhe opozita sot nuk ka nevojë për aventura. Nëse kërkon ti je lider i demokratëve, Partia Demokratike është një peshë e rëndë. Është një peshë shumë e rëndë. Shpatulla dhe Salianit janë të shumë të brishta për të mbajtur një peshë të tillë. E para, e dyta. Unë i kam thënë një gjë shumë të thjeshtë. Në kushtet aktuale ku jemi, pra ju më përmendët 300 apartamente të zonjës Balluku, unë them do të dalin gjëra të frikshme, nuk kemi kohë të merremi me fjalë as me flokët, as me hundët e zbukuruara. Sepse nëse jemi politikan, kemi një përgjegjësi para qytetarëve, shqiptarëve, sidomos para Zotit dhe para kombit. Se tek e fundit fare vjen një moment. Edhe këto, mëkatet që ka bërë Zoti Rama, Belinda, Gysi, gjysat të tjerë do vinë një moment kur të ballafaqohen
do t'ju vitë turp nga vetja. Për këtë lloj pangopsie që kanë. Unë nuk kam dëshirë të përdor figura letrare, sepse nuk kanë vlerë figurat letrare. Ky lloj krimi çfarë ka ndodhur? A ka nevojë Partia Demokratike të shkundët? Po, absolutisht po. A ka nevojë Partia Demokratike me fjalë të zbresën të rënë? Absolutisht po. A ka nevojë Partia Demokratike të largohen disa figura? Jam plotësisht dakord. Unë nuk jam kundra të largohet edhe Berisha, por ka një gjë. Mos harro, vota është pushtet. Pastaj edhe diçka tjetër. Është vështirë me fjalë si them unë për të hyrë në një garë, për të lobuar, për të marrë kreun e Partisë Demokratike, sepse duhet të jesh një njeri intelektual në nivele që të kesh staturën e kryetarit partisë. Partia Demokratike është një peshë shumë e rëndë. Partia Demokratike është goditur pa u ndërprerë nga 1990 deri më sot, qoftë nga ish sigurimi i shtetit, qoftë nga George Sorosi. Dhe akoma ka demokrat, më falë, se do dalë tash i ke pyetja fundit që ju keni ndërmend të bëni, akoma protesta tregoj. Partia Demokratike është akoma shpresë, Partia Demokratike është akoma me fjalë lloj partie që në 1990 vrau frikën dhe ktheu lirinë. Akoma ka njerëz që besojnë tek Partia Demokratike. A ka nevojë Partia Demokratike? Absolutisht ka nevojë edhe për Salianin, edhe për çdo Salian. Por kush në këto momente i shërben pushtetit, sepse ka diçka. Pushteti në momentin që është, do të prodhojë çdo lloj lajme shtërreme. Vetëm që të tërheq vëmendjen nga Gysi, nga Rama, nga Belinda, nga gjithë. Por një gjë shumë e thjeshtë. Mitë mi, ka pak rëndësi nëse vjen Sali Berisha, Osman Stafa apo Saliani në pushtet. E rëndësishme është ky model duhet largohet. Shumë rëndësishme është që qytetarët shqiptar duhet të japin një mësim politikës shqiptare. Dhe shqiptarët kanë një problem të jashtëzakonshëm. Kjo është frika ime, kjo është shqetësimi im. Ne dashurohemi mas miteve. Një shoqëri që dashurohet mas miteve është e destinuar të vuajë. Dhe kur vjen puna për përballje, ne kemi një problem shumë të madh. Ne pranojmë të largohemi përballë përballjes. Kurse unë themi fjalë që sot është koha të përballemi. Shqiptarët nuk duhet dalin me rikthy Sali Berishën. Shqiptarët duhet dalin me dhënë një mësim politikës shqiptare. Politikani dhe shtetari është shërbëtor i qytetarit. Kurse në pushtet sot kemi një band kuptim e mirë të fjalës. Dhe ja ku është produkti. Dhe do të ndjojmë lajme deri me datën 31, saqë dhe viti i ri do na duket, nuk do shohim humorin që do prodhojnë mediat, por do themi çfarë po ndodh. Ka marrë arrestime sonte? Qartë, mirë, zoti Stafa, ne kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet dhe do të kemi sërish një bisedë në studio. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj, ju kërkoj ndjes ndoshta edhe në kushte jo shumë të përshtatshme për. Jo, pa probleme, ishim shumë mirë. Ju falenderoj shumë. Kaloni mirë gjithë mirët. Faleminderit. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Osman Stafa, do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas rikthehemi sërish për të ndalur tek politika në vendin tonë dhe gjeopolitika.